agjerimi është veç për mu, për kërkan tjetër. Wa ana ajzi bihi, dhe veç unë di ta shpërblej agjeruesit. 19 muaj janë tuat. Shka dush ban? Ha, pi, ec, shko, tërma. 1 muaj janë për Allah. Startoni muajin e Ramazanit me hanën, kur ta shifni hanën e re, dhe mbaroni kur ta shifni hanën e re të muajit që vijon, që është muaji Shawwal. Obligim është për atë i cili është në bilik, ka hi në pubertet. Është obligim për atë i cili është i shëndosh, nuk është i sëmur. Është obligim për atë i cili nuk është në vendin e vet, nuk është në rrugë. Huden linnas, ta është udhëzim për njerëzit, nuk tha udhëzim për besimtarët, po tha udhëzim për njerëzit. Edhe njerëzit e tjerë të cilët nuk janë musliman e gjenë udhëzimin. Paksohet fesati se shejtan të nalën. Ajetin të cilën e lexova është ajeti 185 të surës Al-Baqara. Surja Al-Baqara është kaptina e parë, apo surja e parë në Kur'an Kerim pas Fatihas. Fatiha, elhamdulillahi rabbil alamin, është surja që e hap dhe e qel Kur'an Kerimin, nërsa surja e parë prej kapitujve të Kur'anit është surja Al-Baqara, dhe llogaritët surja ma e madhe e Kur'an Kerimit. Surja ma e madhe me numër të ajeteve kuranore që gjenden në librin e Zotit të shenjtë në Kur'an. Kjo sure i ka përmbledh shumë gjëra, një nga gjërat që i ka përmbledh kjo sure është edhe misafiri më i madh i Allahut te bareke ve taala. Misafiri më i madh i Zotit Dhul Xhelal. Është muaji i shenjtë i Ramazanit. Sahabet, të nderuar vëllezër xhamatli, sahabet 6 muaj ditë e kanë lutë Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu që Allahu t'ja mundsoje të arrin muajin e Ramazanit. Pastaj e kanë agjeru Ramazanin, 6 muaj me Ramazanin janë lutë që Allah i t'va boje kabul. Subhanallah. Jetën komplet, vitin 6 muaj me 6 muaj janë lutë. E para 6 muajt e para janë lutë për me ja mundsu Allahut të mërin. Pastaj 6 muajt tjera me gjithë Ramazanin janë lutë që t'ja u boje kabul, me që viti i jetës ju ka kalu sahabeve, shokëve të pejgamberit alayhi salatu vesselam, duke lutë Allahun me mëria dhe me ja u bon kabul Allahu Dhul Xhelal. Ky ajet me numër 185 surës Bekare e përshkruan këtë misafirin e madh që na jemi në prag të derës me takimin me ta. Lusë Allahun të na mundsoje inshallah të arrim dhe të na bëjë kabul. Me konë që të bëhet kabul, është një nga punë më të mëdha me të cilën mundesh më u krenu para Allahut Dhul Xhelal. Prej punëve më të mëdha që mundesh më u krenu kur dash para Allahut te bareke ve taala është një Ramazan i pranuar te Zoti Dhul Xhelal. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot men sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili e arrin të agjeroje Ramazanin me bindje te Allahu te bareke ve taala dhe me besim, iman te Zoti Dhul Xhelal, besim të fortë, që mos luje dikush me atë çka ti e beson, mos luje dikush me atë çka ti e ki të mjellt në shpirtin tan. Mos luje dikush me thonë, "Ah, se këto, për çka ve agjerojnë këto? Për çka ve rrin pa bukë për ujë, pa ujë? Për çka gjithë ditën largohen prej sendeve?" Mos me livrit kjo hiç, mos me ndiku hiç ai muhabeti i jashtëm në mrendësirën tënde në imanin që e kije mes teje dhe Allahut. Thot gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu ka me afal këtë kusura që i ka para Ramazan. Subhanallah. Sa do të që t'jenë ato kusure? Ki bo gjunahe, ki bo kusure,
ki po sende, sa do që t'jenë ata, Allahu t'i falë katije. E Allahu që këtë Ramazan, e përshkruan, se njerëzit nuk e njofin, do e menojnë se veç Ramazan, ha mu knoqë me shku më niftara, me angër sifira, me dal me vikatura, janë dilar, ku e di unë sende para iftarit, kur kallën dritat e xhamisë, e kështu me radhë, edhe pse edhe ajo është një atmosferë dhe një knatësi e Ramazanit, por Allahu e përshkruan në përshkrimin precis. Ashtu si ka dashti madhi Zot Gjelle Gjelalu, tha shehru Ramadan, tha muaj Ramazan, një muj, 11 muaj janë tuat, shka dush ban, ha, pi, hec, shko, tërma, një muaj janë për Allah. 11 muaj të vitit janë tuat, ndërsa një muaj të vitit janë të Allahut. Tha shehru Ramadan, tha një muaj është, nuk është më shumë se një muaj. E pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha, si është ta muaji Ramazanit? Një muaj i plot apo jo i plot? Tha ash-shahru hakadha, i zgati durt, i çeli gishtat. Tha ash-shahru hakadha wa hakadha. Tha muaji tha është kështu, domethënë 10 ditë, kështu prap 10 ditë, pastaj tha kështu prap 10 ditë. Sa u bën? 30. Pastaj tha ash-shahru hakadha, tha muaji tha është kështu, tha wa hakadha është kështu, tha wa hakadha e mbledhi këtë gisht, i boni 9. Që do me thonë, dëni herë Ramazani i ka 29, dëni herë Ramazani i ka 30. Kush e përcakton? E përcakton Allahu. Mbas shka e din njerëzit? Mbas hanës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, sumu li ru'yeti wa aftiru li ru'yeti. Tha agjeroni, startoni muajin e Ramazanit me hanën, kur ta shifni hanën e re, dhe mbaroni kur ta shifni hanën e re të muajit që vijon, që është muaji Shawwal. Ajo është shenja e Allahut që na jep neve njerëzve për me ditë se kur me nis Ramazanin dhe sa me agjeru. Tha shehru Ramadan, tha ky muaj është muaj i plot dhe është Ramazan. E ka emrin Ramazan. A mund ja ndrojnë ajo? E ka të emrum emrin nga Zoti Dhul Gjelal. Hoshta, a bambe tha veç ditën e parë, ditën e mesme dhe ditën e fundit? Jo, nuk ban. Për atë arsye se Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë një muaj, komplet muajin, po a është obligim për çdo kan? Jo, obligim është për atë i cili është në bilik, ka hi në pubertet. Është obligim për atë i cili është i shëndosh, nuk është i sëmur. Është obligim për atë i cili nuk është në vendin e vetë, nuk është në rrugë. Është obligim për atë i meqmin, nuk është obligim për atë i cili është mentalisht i sëmur. Për budallë. I ka vendosë Allahu regullat e veta, por i shëndosh, i meqëm, i lirë, dhe është pubertet, dhe nuk i ka telashet me shnetin, nuk on rrugë, i obligohet ati të agjeron. E ka fars, Zoti Dhul Gjelal tha, alladhi unzila fihi al-Quran, dijeni se ki muaj është muaj i Kur'anit. E përshkrujti për kanë është, sa është, pastaj tha, është muaj i Kur'anit. Shumë, Allahu të barëkë vë ta'ala precis e përshkru në muajin e Ramazanit, tha është muaj i Kur'anit. Si është muaj i Kur'anit? 2 verzione të ndëruar xhamatli. I pari verzion është muaj i Kur'anit se Allahu e ka zbrit Kur'anin në muajin Ramazan. E ka zbrit Kur'anin në muajin Ramazan në natën e Lejletul Kadrit. Prej të Zoti ka zbrit në qiellin e parë. Pastaj prej qiellit parë ka zbrit kohë pas kohë pejgamberit alayhi salatu wasalam, prej momentit që i ka ardhur Ikra bismi rabbika alladhi khalaq në shpellën Hira, deri në momentin e fundit që i ka ardhur ajeti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kjo është ajeti i fundit sipas një transmetimit
është ajeti i fundit që ka ardhur në Kur'an, është një transmetim tjetër, një ajet tjetër. Sidoqoftë, ka zbrit prej qiellit të parë me ngjarje edhe raste të ndryshme që i din Allahu para se të ndodhin, e ka bën ajetin të zbrese mbi shpirtin dhe zemrën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Tha unzila fi al-Quran, kjo është versioni i parë, u emëru se është muaji i Kur'anit se ka zbrit në Ramazan, ndërsa versioni i dytë thuhet se është muaji i Kur'anit se më së shumti në dunjë lexohet Kur'ani në Ramazan. A i keni pa? Vën Ramazani mshelen shejtant, mshelet xhehenemi, nalet fesati edhe fitnja, fillojnë njerëzit më u kthi ka feja, ka Zoti. Edhe e përqafojnë Kur'anin me të madhe. Bon hatme, çdo namaz lexohet në për xhamia, në për shtëpitë muslimanëve, çdo njeri Kur'anin në dorë, mundohet me bon 1, 2, 3 hatme, dikush më shumë, dikush më pak. Dhe kështu me radhë, Allahu e shlon një rahmet të veçantë, që është rahmet për Kur'anin. Njerëzit e përqafojnë Kur'anin, edhe ja dajnë kohën dhe jetën Kur'anit. I lojnë se në tjera mirën me Kur'an. Edhe vazhdimisht spjegohet Kur'ani, vazhdimisht lexohet Kur'ani, vazhdimisht dëgjohet Kur'ani, edhe emërohet Ramazani muaj i Kur'anit. Muaj i Kur'anit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tha e kemi zbrit Kur'anin në muajin Ramazan. Ky Kur'an përshkruhet bashkë me Ramazanin në njëjtin ajet, tha huden linnas, është udhëzim për njerëzit. Disa komentatorë kanë thonë udhëzim për njerëzit nuk e ka këtu për qëllim Kur'anin, e ka për qëllim Ramazanin. Kur ta nish, Allahut i kofsh mi falë, Allah i udhëzon robët e vetë, i nin për shembull çika e re e ka vënë shamien në Ramazan. Elhamdulillah. Djali i ri ka nis me fal teravien edhe namazet e mos i kalon namazet. Elhamdulillah. Filani ka pas shprehi me usha e me u ofendu, ka ardhur Ramazani, u ka bo sebeb Ramazani, ai u ka udhëzu e ka lënë të shavë. Ai tjetri e ka lënë sportskën, ai tjetri e ka lënë kamatën, ai tjetri e ka lënë mos faljen e namazit, fal namazin. Ai tjetri e ka lënë mos respektin e nanës babës. Tha huden linnas. Tha është udhëzim për njerëzit, nuk tha udhëzim për besimtarët, po tha udhëzim për njerëzit. Edhe njerëzit e tjerë të cilët nuk janë musliman, e gjenë udhëzimin. Paksohet fesati se shejtan të nalën, paksohet fesati dhe njerëzit i shohin gjërat me si. Më tregon njëri prej hoxhallarëve që takova Afrikë tash në diasporë, tha hoxha, tha është çudi, tha. Në rast që tha kemi që pranojnë islamin gjatë javës 2, 3, 4, tha gjatë muajit Ramazan për çdo ditë ka. Subhanallah. Për çdo ditë ka shka e pranojnë fejen islame, për çdo ditë ka shka i nënshtrohen Allahut. Për çdo ditë ka shka vinë dhe thënë jena gërdit për jetës, dojna me përfundu jetën, na tregojni çka me bën. Na tha i kallëzojnë për islamin dhe ata e përqafojnë. Subhanallah. Kudretin i madhi Allahu te bareke ve taala, tha huden linnas wa bayyinatin min al-huda. Tha edhe Ramazani apo Kur'ani në dy versionet, tha i qartësojnë këqijat prej të mirave. Këqijat të banë me dije. A i ki pa, i thu dikon, pse vese banket? Jo, vedhe se Ramazan. Pse nuk shon? Jo, vedhe se Ramazan. Pse be po ti rrishe gjithë natën me filanin, a gjenë në të kafën tonë dhe shtaj? Ja, zban, thot Ramazan. Pse? Allahu e ka bo Ramazanin ashtu. E qartëson edhe ai çka e ka bo të keqen, e merr vesh se atë punë çka e ka bo është e keqe. Por edhe ato që se kanë bo, e se kanë pa, e shohin të keqen me si, tha, huden linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Tha edhe Furqan, të ne i lojnë fëmijëve Furqan emnin, është emri mirë. Emri mirë duhet me i lojnë fëmijëve emra të mirë, jo me i lojnë emra që së gjindën kërkun nas një qitab. Mere një limenk edhe një bardaka, një enë, fugë, shka ti dale zonin, lëja e fëmijës emnin. Jo.
Shkova me një vend me elon një fëmis, emnin në thirën, tha hoxha, tha e kemi zgjedh, tha emnin, tha vesh vënoja emnin. Urno, tha Taurek. Ta është vënoja BMW. Ma mirë me elon Audi? Valla po? Taurek. E treta kategorie e kerave. Shkojni lipin do emna që kërkun nuk janë. Hoxha tha, kjo tha s'po tinglon. Limenk vënoja, limenka tinglon. Emni duhet zgjedhët nga ajo që është e muslimanëve, nga ajo që është me kuptimin e mirë, se shumë lunë rol të madh në atë momentin kur ja merr melekul mauti shpirtin. Shumë lunë rol emni mirë dhe lunë rol në jetën e vet, se si do ai do e çoje jetën e vet, lunë rol kuptimi i emnit fëmijës. Tha Furkan, çfarë do të thonë Furkan? Furkan do të thonë ndarës. Indan. Kategori. Shka ndan? Ato të sinqertit nga ato jo të sinqertit. Këshire, ti mund është me orë në xhami edhe mu falë, e në mu zbukurue namaz edhe mu drejtue edhe mu shtrëngue edhe ku e djune me zgjatë namazin, me lexue pak ma asi, parin safe, ditin safe. Këtë këto mund është me i bo për Allahin edhe për dikan tjetër. Ndërsa Ramazanin, s'mund është me i bo për dikan tjetër. Se është e mshef, ti agjeron asë agjeron kujtë, mund është me angër mshef, ati mund është me shku. Me nejt i agjerushëm veç për Allahun bëhët nga një zemër e muslimon. Ramazani veni i dalon minjere. Vinte ne dhe në thënë, aga oq, keshte doktori mi shkrytën sufatët, hapat. Thot ma qitën kiseline. Thash po pëse këshire dhe pak mos të po dele dhe varekina. Ma qitën sheqerin, këshire në kripën. Sheqerit ta në vitin së të ka dalë tije, kur dull, pash për Ramazan. Pse? Se me i thonë na, hajse, Allah për atë smuntin e ka letësu mërë, mësë agjeron. Para disa viteve, unë e kum kalëzu këtë në xhami, para disa viteve të qendra tregtaret, ajo që është më e vjetra në ploshtat, na shkum me bledi shka dhe parking atje poshtë, ta parkojnë akerin, shkallët, unë e për herë parë kum dalë, se kum ditë, ato shokë që murën thaj dhe o gjithë të dushkena dhe marna, kur dullëm ato qitë që në shkallë drejt të ambëltoria Sheherzada. Keni ndëgju për ambëltoria Sheherzada. E në nësat dullëm ati, a i vilushkën sa e kishë vënu të lumbës, e në te angër, kur unë pa mu, hoxha. Ta o gjithë valla shqeqeri, thamë kara. Allahit kalzaj. Shefu në për podrumet të tërkovës, ku dush, she Allahit, mu më su kalzaj. Sheqerin e kije, kripën e kije, smujën e kije, në qovë se për një me i kije, Allah i ti largoft, inshallah, dha shnet. Në qovë se marohësht, ka da Kurani edhe agjerimi. Furkan, a e ka da të sinqerti që ka janë për Allah, e vetën një plak, e këshira në një emision, e vetën një plak shumë i lodhë, erdhen me adhon inekcionin, edhe i thanë, dush me e prish, se inekcikina me dhonë, dush me e prish, nuk i e mirë. Tha se kam prish, tha 83 vjetë. As se kam njet ta prish, tha edhe 83 tjera. Tha këtë se kom bon, tha une për juve, e kom bo për Allah. Shka e ka shtijat plakin në fshat atje, këto plesht e torë, shka i kina zotit i ruje, shka i ka shtijen pogon, kur kanë punue 64 gradë, 70 gradë, që me duru pa uje, pa buke, temperaturën agjen zhelezare, shka i ka shti? Furkan. Zemra e sinqert, ka ardha agjerimi i ka da. Ka shku kanë kor, se kanë prish kur Ramazani. Kur agjerimin se kanë prish, pse? Allahu ka thonë, Kurani Kerim ka thonë, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Agjerimi është veç për mu, për kërkan tjetër. Wa ana ajzi bihi, dhe veç unë dita shpërblej agjeruesin. Subhanallah. Gjëmat, do me thonë, Ramazani nuk kana shaka. Ramazani nuk kana loj kjo veç hajde dajna iftara dhe hecna për restoran. Jo, Ramazani kana një qfarë loj vize, një qfarë loj dokumenti, një qfarë loj licence, që ti i e i sinqertë Allahu Gjeleshanu Gjeleshanu. Ramazani është një licencë, Ramazani është një dokument që të regjistrojnë melaqet,
me agjerimin tanë në Ramazan, të regjistrojnë tije se je i sinqert për Allahun xhaleshanu o xhaleshanu. Të regjistrojnë tije se ti e ke dëshmu me zemër dhe me trup. Shumë është me rëndësi. Ta dëshmojsh të Allahu vetën tënde, jo veç me gojë. Me thonë unë jam musliman. Jo me thonë veç se valla unë emrin e kam Hasan Isem. Dush me dëshmue me zemër, me gjymtira, edhe me bindje të Allahu xhaleshanu se ti për Allahun mund të bësh sende që e kundërshtojnë edhe egon tanë, edhe kërkesat e tua, ha? Ndoshta djegësh për ujë nga etja, ndoshta të vlojnë zort nga unësia, amma është nisen mbi atë egon tande dhe kërkesat e trupit tanë, është ajo shka ti e dëshmon dashurien e madhe që e kije të Allahu xhaleshanu për Zotin dhul xhelal. Ramazani e ka qatë rol, o vlezër. Se këtë po kallëzojmë Ramazan, me agjeru Ramazan. Ne duhet të kuptojmë në pregaditjet tona që duhet t'i bëjmë që këto ditë, derisa të na vijë Ramazani, se ne me këtë bëjmë tregti me Allahun dhul xhelal. Ta ka mundësua Allahu i madh, Zoti i gjithësisë, ta ka mundësua që të bëjsh tregti me Allahun te bareke o taala. Ai ta ka dhuru trupin, ai ta ka dhuru shëndetin, ai ta ka dhuru pasurien, ai ta ka dhuru jetën, kërkon nga ti pak. 29 ditë si vetë, ashtu si e ka parapahe instituti më i lartë i fesë islame në Republikën e Maqedonisë, bas asaj që ato e bëjnë ulumtimin bashkë me Turqinë dhe Ballkani me ato aparatat që i këshirin, e kanë parapahe dhe e kanë konstatu që 29 ditë, subhanallah, 29 ditë e jam me ma'dudat, Allahu xhaleshanu tha janë ditat të numrume. Pastaj çka tha? Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ai cili ka me emrin që këtë muj. Ai cili ka me emrin që këtë muj, ne ta agjeroje. Mos këshirni me bon krivina, mos këshirni me bon dubara, mos këshirni me bon trika, se Allahu s'ka sen shka i hik. Allahu e shef bubrecin e zi dhe janin hecmen, hapat. Në natën e zes, mbi gurin e zi, janin hapat, trak, Allah, te bareke o taala. Edhe neve na din në mërënësirën tonë shka kena. Për atë, s'ka nevoj, kur kosh dëmoje, filma dhe trika, dorzojo Allahu te bareke o taala. Në qoftë se ti e ke arrit, dorzo, ka pregaditi modhi Zot Gjelle Gjelalu për ti, sende, shka sini si ka pa, veshi si ka ni, dhe zemra kur si ka përjetu. Pse trupi sot si ka përjetu po zemra? Kur kënaqesh tu mu kënaq zemra. Nuk thu mu kënaq barki, mu kënaq zemra. Njeri kënaqet me zemër dhe don me zemër, uren me zemër. Një prej ative po va tregoj se thiri ezani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kur renitën njerëzit para xhennetit. E kanë kaluarën e siratit, edhe renitën para xhennetit. Ai ki pa shkon me një institucion, edhe janë shalterat. Edhe ti preç tash, cilën shalter kanë me thirrë, ki dhonat atë letrën. Edhe thot agjëruesit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot agjëruesit, thot në ditën e kiametit, kur rinjallën njerëzit, e kalojnë urën e siratit, edhe presin për me në xhennet, kanë më u thirë nga dera e quajtur Rejjan. Xheneti ka 8 dirë, nga çdo derë kanë me hi dikush në atë shalteri. Dhe këtu kanë me hi vetëm ato që e kanë agjeru agjerimin. Kanë agjeru Ramazan. Dhe kanë mi thirë një ka një, o të filan hajde, o të filan hajde, o të filan, njoni do me hi paren. Me të njofshëm mu kam su këtu, a gjithë s'ka me të njofshëm. Do me i paren, me la që ti dhe në, se ki veni këtu. Ti si e pjative Ramazan live. Për me kom për ati pjative, që ato 29 dit, apo 30 dit, dhe ush mu largu për që ative seneve që të ka thonë Zotë i dhul xhelal. Nuk ka qëllimi Ramazanit mu largu veç pi hajës edhe pijes. Qëllimi Ramazanit është gojën, e cila ka ofendu, mos të ofendoje.
Goja e cila ka shajt, mos shaje. Goja e cila ka ranu, mos ranoje. Goja e cila ka përgoju, mos përgojoj. Goja e cila ka qit biftan, iftira, shpifje, mos qese. Pastaj, sini, mos shofe sende shka nuk i do Zoti. Veshi, mos t'i ndëgjoje sende shka si do Zoti. Dhe teruni me zemrën, mos të boje plan për sende shka nuk i do Zoti. Atere, vjene fundit nalesh nga haja edhe pija. Lusim Allahun Gjellëshanu të ne mundëson Ramazan, inshallah. Ne lusim Allahun Gjellëshanu, pasi që të na mundësoje të agjerojmë komplet, inshallah. Ne mundësoje pasi që të agjerojmë, të ne pranoje, inshallah. Ne lusim Allahun Gjellëshanu rinien ton islam të aldhëza. Pleqve ton të jep ymër gjatë dhe shëndet të plot, të smuntit të shëron, të burgosurit pa fajshën të liron, të idhërun për hatër të Ramazanit të pajton. Ata rinin që ka janë të sprovun për shejtanit me rotullimin e numrave në për talonat e sportskës, Allahu nga jo ves të largon, ja Rabbel Alamin. Ato që kanë hinë belajen e kreditit kamatës e sendeve që e idhrojnë shumë Allahun, Allahu t'i shpëton. Gjennetul Firdausin nasip në i ban. E kullu ma të sma'un, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa akhiru dawana, anil hamdulillah.